E vuan edhe ti pagjumësinë, apo jo? Dhe kjo është tema që do flasim sot. Dhe pagjumësia nuk është thjesht mungesë gjumi, por një simptom, një shenjë e thellë që shpesh na flet për gjendjen tonë të brendshme. Trupi dhe mendja janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Dhe kur diçka nuk shkon në nivel emocional apo psikologjik, shpesh pasqyrohet në mënyrën se si ne flem, apo jo? Nëse jeni duke përjetuar pagjumësi të shpesht, është e rëndësishme të ndaleni dhe të pyesni veten çfarë po më shqetëson kaq shumë, çfarë po ndodh me mua. Mësoni të flisni me trupin tuaj. Do shikojmë disa shkaktarë dhe një nga shkaktarët më të zakonshëm psikologjik të pagjumësisë është ankthi. Ata që e vuajnë e din shumë mirë. Kur mendja jonë është e mbushur me mendime të pambarimta, frikra për të ardhmen ose shqetësime për të shkuarën, truri nuk mund të ndalojë aktivitetin e tij edhe gjatë natës. Ndodh shpesh që shtrihemi, fikim dritën, qetësohemi fizikisht, por mendja nis të analizojë çdo gjë që ka ndodhur gjatë ditës ose të projektojë skenar të ardhmes, të katastrofizojë. Ky mbingarkim mendor shkakton një reagim të trupit, ku sistemi nervor qëndron aktiv, duke mos lejuar trupin të kalojë në fazën e qetësisë, që i nevojitet për të fjetur, për të rigjeneruar. Një tjetër faktor i rëndësishëm është stresi kronik, e kemi dhe këtë këtu. Kur jemi në stres të vazhdueshëm, trupi prodhon një hormon që është kortizoli, hormoni i stresit, i cili ndikon drejt për drejt në cilësinë e gjumit. Nuk është rastësi që njerëzit që kalojnë periudha të vështira në punë, në marrëdhënie, ndoshta kanë marrëdhënie toksike, apo në përgjithësi janë të mbingarkuar, kanë më shumë vështirësi për të fjetur, sepse truri është gjithmonë në gjendje gatishmërie, në alert, duke menduar për gjëra që nuk janë zgjidhur, për detyra që duhet të përmbushen, apo për situata që ndoshta nuk janë fare nën kontrollin tonë, apo jo. Ky është stresi kronik. Përveç ankthit dhe stresit, depresioni, që e kemi këtu, është gjithashtu një shkaktar i fuqishëm i pagjumësisë. Shpesh herë depresioni shoqërohet ose me vështirësi për të fjetur, ose ka persona të cilët kanë tendencën të flenë më shumë se zakonisht. Kur jemi në një gjendje emocionale të ulët, pra depresive, truri ynë nuk prodhon mjaftueshëm serotonin dhe melatonin, dy hormone të rëndësishme për të rregulluar gjumin. Njerëzit që përjetojnë depresion shpesh ndihen të lodhur, por kur përpiqen të flenë, mendja e tyre mbetet e aktivizuar me mendime negative ose ndjenja boshëlliku, të cilat e bëjnë të pamundur qetësinë. Folëm për stresin, ankthin dhe depresionin. Po mirë, kush na mbetet tjetër? Një tjetër shkak psikologjik i pagjumësisë është trauma e pashprehur. Njerëzit që kanë kaluar përvoja të vështira, qofshin ato në fëmijëri apo kohët e fundit, mund të kenë vështirësi për të fjetur për shkak të tensionit akumuluar në trup dhe mendje. Kur përpiqemi të shtypim ndjenjat e dhimbjes gjatë ditës, ato shpesh rikthehen natën në formën e mendimeve, shqetësimeve ose ëndrave, maktheve. Trupi e kupton që ka diçka të pazgjidhur dhe e shfaq këtë mënyrë nëpërmjet pagjumësisë, apo jo. Pagjumësia, e thash pak më parë, është një problem global. Shumë persona e vuajnë, por pak mundohen që ta zgjidhin. Pagjumësia mund të lidhet dhe me ndjenjat e pafuqisë ose humbjes së kontrollit, kur ndjejmë se nuk kemi ndikim mbi jetën tonë, mbi vendimet që marrim apo mbi rrethanat që na rrethojnë, ky stres i brendshëm, çfarë ndodh, manifestohet duke mos na lënë të pushojmë. Njerëzit që përjetojnë ndjenjat e fajit për shembull, pendes, ose që jetojnë me mendimin se nuk po bëjnë sa duhet, kanë një vetbesim të ulët, shpesh hasin vështirësi për të gjetur një ritëm të qetë të gjumit.
Atëherë, çfarë mund të bëjmë? Do ju jap një sugjerim, por pas pak do ju orientoj diku tjetër. Së pari duhet të ndalemi dhe të dëgjojmë trupin tonë. Pagjumësia nuk është armiku ynë, por është një mesazh që trupi po na jep që diçka brenda nesh po ndodh dhe po kërkon vëmendjen tënde. Në vend që të luftojmë me faktin që nuk po flem, le të pyesim veten, çfarë po më shqetëson vërtet? Ka disa teknika kundra pagjumësisë. Por e para është komunikimi me trupin tonë. Pse po kaloj një periudhë kaq të vështirë dhe pse nuk po arri dot të flej gjumë? Do ju shpjegoj diçka. Ju e shikoni që unë kam folur për pagjumësinë, stresin, ankthin, depresionin dhe kemi dhe traumën, okay? Trauma. Kemi dhe traumën. Atëherë, si t'ja bëjmë që ta përmirësojmë gjumin tonë? Dhe pika e parë dhe më e rëndësishme është përmirësimi i higjienës së gjumit. E ke dëgjuar ndonjëherë këtë gjë? Nuk e besoj, ose ndoshta po. Edhe nëse e ke dëgjuar, kujdese shumë pak për higjienën e gjumit. Atëherë, në programin ton mujor kemi ndërtuar diçka fantastike. Jo vetëm të mësosh se si ti menaxhosh të gjitha këto, se si të menaxhosh stresin, se si të menaxhosh ankthin ose mendimet negative, se si të përmirësosh humorin tënd në qoftë se ti vuan me depresion, ose se si të punosh me traumat e tua. Pra ne duhet të mundohemi të trajtojmë këto të katërta përpara se të shkojmë tek pagjumësia, sepse çfarë bëjmë ne? Ne vuajmë me pagjumësi, shkojmë tek mjeku dhe themi nuk flet dot gjumë. Dhe çfarë bën mjeku? Cak, të jep një ilaç për të fjetur gjumë, mundësisht nga ata që shkaktojnë varësi. Por ti nuk e zgjidhur problemin, se ato që do zgjidhësh janë këto të katërta. Okej? Pra, programi ynë përmbush një terapi mbi këta 4 faktorë, por kemi dhe hipnozën mjekësore që është specifike për gjumin. Aty mësoni mbi higjienën e gjumit, mësoni se kush janë teknikat për të përmirësuar gjumin dhe ritmin e tij, se si të ulni nivelin e kortizolit që thash pak më parë, i cili vjen si pasojë e rritjes së stresit, kush janë ato suplement bimor të cilat ndihmojnë kundra pagjumësisë, kush janë ilaçet që nuk duhet marrim në mënyrë absolute, edhe pse ndoshta ndonjëherë janë të parat që përshkruen. Dhe mbi të gjitha, hipnoza mjekësore specifike kundra pagjumësisë. Ku ti e ndez, vë kufjet në vesh dhe flej gjumë. Por vazhdimësia e përdorimit të hipnozës të bën ty të krijosh dhe një ritëm e cila të ndihmon të flesh më mirë. Unë do e vë linkun këtu poshtë dhe shpresoj që ti të përfitosh nga ky program sa më shumë, ta përdorësh sa më shumë dhe të na çosh një mesazh se si e ndjer. Ju përshëndes.